Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të fundit dhe në fakt bisedën e vikendën e lam tek muzika. Te muzika e mirë që jo domosdoshmërisht është muzika klasike, patjetër ajo është e mirë, po jo vetëm ajo. Dhe një tjetër muzikë e mirë është jazzi, Vikena. Prej nga unë të njoh ty si figurë publike, se thash kur isha më i vogël, nuk e dija që ishe ama mos thuaj shumë i vogël, ama mos thuaj. Isha i vogël. Edhe vonë sa kishte filluar të ecë. Vonë e ka marrë. Sa kishte ndalë më vot. Vonë e ka marrë vesh që je këngëtare operistike. Okej. Dhe po pse kështu, domethënë, e tham që muzika e lehtë hapet më shpejt, si thua, e merr edhe për shkak të eventeve ku merr pjesë, por nga ana tjetër ti ke kënduar shumë në jazz edhe vazhdon ta bësh këtë. Kam bërë undergroundin e jazzit që normalisht e kam një nga periudhat më të bukura të jetës time, se kam jetu rinin time të plot, të lirë, sa s'ka. Dhe të bukur, edhe është ndërtuar personaliteti im, normalisht më ka bërë të njoh tamam lirin e të qenit femër në Shqipëri, po ta njoh siç duhet. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë për të drejtat e të shprehurit deri artistikisht, deri me dëshirat e tua, për të luftuar për atë çka ty të pëlqen, edhe pse në një kohë, se po flasim edhe një çik për kohë të tjera, kohë të vështira, të kuptohemi. E vërtetë është fillimi vitet 90-2000 po themi. Janë fillimi viteve 2000. Dhe normalisht kanë qenë ka pas censurime, vazhdonte të kishte censurime, në 97 dha dorën e fundit që unë kam qenë. Edhe njerëzit ishin të vetë censuruar. Dhe vetë njerëzit ishin, kështu që, por, unë isha një fëmijë, të duhet të thënë, ajo i rritur mirë, sepse isha rritur me kulturën që vërtet zanati prindërve mjepte, të familjes, dhe e mora dhe e drejtova çudi e madhe pa ta treguar kush, por ishte instinkti ai që fliste më tepër. Por e drejtova vërtet ashtu siç duhej, dhe i mora më të mirën dhe u largova fiks atëre kur filloi si çdo gjë që nis edhe e ka një prishet rrugës, të kuptohemi. Ai tranzicioni i shpejtë që kur e merr vesh dikush e bëjnë pastaj të gjithë dhe fillon aty u troqa pa ma kërkuar kush. U troqa vetë, pash si ishte më terreni aq i pastër dhe aq i ndershëm. Sa i gjete në fillim, po dalim ke klasike, prandaj është jazz. Unë mendoj që ti edhe një role model në këtë pjesë. Pra, se tani nuk e di sa etike është i njerëzve t'ua bësh komplimentat në ball për ball, po unë po e them jo thjesht për kompliment, po për ta elaboruar pak si role model që për mua ti bën pjesë tek ato gratë fuqishme të skenës, që si kemi të aq të shumta në Shqipëri që mund t'i konsiderojmë diva. Sa i mirë. Kështu që domethënë mund ta marr si kompliment, po duaj që ta elaborojmë pak të role modelin. Tani, si grua, në art, në skenë, në muzikë. Në muzikë. S'është e lehtë. Unë nganjëherë them e kam pas të lehtë atëherë, apo është më e lehtë tani. Se shoh që vështirësitë shtohen. Neve nisëm me AI diskutimin e gjithë këtij minutazhi që po kalojmë njëri tjetrin. Po. Kështu që prandaj them nuk dihet se si kush do jetë më role model, domethënë që sepse ti po të influencon aq shumë AI sa po të nxjerr atë njerëzillikun, po ta nxjerr nga shina të kuptohemi. Domethënë ti po sfidon të pamundurën deri diku në këtë moment dhe them se vjen dhe bëhet akoma dhe më e vështirë. Kështu që mbase mund mos jetë dhe kjo, mund të takohemi përsëri bashkë, jo para një mikrofoni, po thjesht për një kafe dhe mund të dalim që e kemi, se ndonjëherë thuhet atë që ti ke në mendjen tënde, mbase nuk ndodh kurrë. Mbase dhe mos ndodhi kurrë kjo gjë, mbase mund të kemi një, por me këtë ritëm që po shkon bota, po shkon jeta, ti s'po kupton më në do ketë më role model apo jo. Nëse do të kërkoni, po ky është skenar përsisht hipotetik. Nëse do të kërkonin të klononin zërin që në të ardhmen t'i bënin shfaqet me një avatar tëndin, do pranoje? Ua, me kënaqësi të madhe. Sepse unë do doja shumë të ishte një avatar për shembull i nënës time, i zërit nënës time. Do doja shumë i babait gjithashtu. Apo i
kur I thoni hallës time që është mezzosopranoja e parë e teatrit operës. Sa mezzosoprano jeni në FIS ju? Në FIS. Në FIS unë në naime dhe Halla pjesë pas një zonë jashtëzakonshme. Kemi qenë, domethënë zërat e plot të femrave I kemi pasur shumë potent në familje. Për të qëndruar te gratë, te femrat në art gjithmonë flasim. Nuk e di, ty të ka rënë rasti që t'i japësh mësim, ti është në rolin e pedagogës në Universitetin e Arteve. Po, Universitetin e Arteve. Si u qasësh studenteve, të cilat ndërtojnë një perspektivë, po them, skenike. Po, dhe nuk e di. Parë si mundohesh ti ndërtosh. Prandaj thash atë role model, ama kupton prandaj atë. Ta kuptova shumë mirë, po problemi është që ti bën një luftë mbas edhe me atë ku ata fëmijë kanë lindur, edhe si janë edukuar. Edhe rrethanat që kanë pas, sepse duke qenë që ky është një zanat në luftë nervash. Duhet të thënë luftë nervash. Luftë me emocionet e tua. Edhe ke ti direkt, nuk e kemi publikun, e kemi emocionet e tua. Publiku është njësoj, nga karigja, është gjithmonë pozicioni më komod, mund të gjykoj si t'ja doj kokra I qevit dhe ti këtë nuk e shmang dot. Edhe ata që po na dëgjojnë e po na shohin në këtë moment, kjo është e pa shmangshme. Domethënë, ti e merr parasysh këtë fakt. Kështu që është se gjitha kjo se sa ti e percepton dhe se sa ti e mban brenda vetes dhe si e mban brenda vetes. Kështu që ndonjëherë zëri do dali. Teknika është gjithë jeta përpara për të fituar. Sot që flasim, unë them prap, okay, do shkoj ke një zysh të më dëgjoj një çik tani në këtë moment që unë dua të bëj këtë lloj repertori. E mendoj të them do shkoj ke një zysh, të shkoj në një vocal coach, është prap mirë dikush tjetër të dëgjoj, dikush tjetër të t'japi 3 parametra të caktuara. Ti gjithmonë ke nevojë për një mbështetje, sado që ti je vetë profesioniste. Dhe ndonjëherë këta lloj vocal coachësh, pedagogësh janë edhe shumë të interesuar sepse aty sfidohen ata vetë, në sensin me bagazhin që kanë edhe një profesionist përballë, sesa një student që duhet mësoj si hapet goja, si merret fryma. Por, ndonjëherë, ajo që duhet punuar më mirë edhe më shumë, është neve në fakt e nisim shumë herët. Bota jashtë e nis mbi 18 vjeç. Domethënë kur mbaron procesi. Kur ti ke kaluar dhe adoleshencën, kur ti ke kaluar jo, përveç ndërtimit të zërit, ti ke kaluar vitet e pubertetit. Domethënë neve nisim të atin 14 vjeç këtu, që në radhë të parë ti ke një luftë hormonësh. Po. Që zdi ku je, që është gjithë bota kundër teje, ke dhe artin plus. Domethënë është që I mbledh të gjitha mendimet e tua në një të vetë. Eksakt, ata në këtë moshë japin një informacion të përgjithshëm, jo teknikisht për atë gjë, dhe normalisht të marrin në dorë mbi 18 vjeç. Kur ky proces ty të ka ndaluar deri diku, edhe biologjikisht. Ty procesi kordat e zërit më. Ora lë rekordën organik, domethënë I trupi ty të ka stopuar, të stopon 19 vjeç me atë që Zoti na jep gjithëve. Se ka njerëz që kanë ndryshuar nga 15-18 si ke një orë më kur. Do të thotë që është kur mbaron procesi I ndërtimit të qenies njerëzore. Dhe më pas ata merren teknikisht me kordat e tua, me muskujt e tu, me atë çka Zoti ka dhënë rreth të parë, se kjo është sado të thuash artist bëhesh, nuk ekziston fjali artist bëhesh. Ose do ta kesh atë talentin patjetër. Duhet të jetë ajo bulza sikur e brezit 4 breza para që ti mund ta kesh pasur, vërtet se ka pas gjyshi jot, se ka pas baba jot. Por ti ke trashëguar se normalisht geni është gjakuj, nuk bëhet edhe kur ke. Ore njëri ta ketë pasur, ti duhet ta kesh trashëguar atë, nuk bëhet. Ajo po është pedagogu të vjen të jep Chelsin për të thënë hape atë derën se ajo është gjëja që ti ke. Ose konkurset. Edhe e kultivon, e bën të madhe atë pastaj. Pastaj e kultivon dhe prandaj bëhen konkurset, bëhen audicionet që ata të shohin ti vlen apo nuk vlen. Po cili është momenti decisiv që aty ndahet një I ri që do bëhet artist dhe një I ri I cili do të mbetet një njeri talentuar, por nuk do të bëhet një artist I madh që ti përkas skenën. Kjo është përveç se është puna, është dëshira, deri ku shkon pasioni dhe derisa sakrifikon ti për pasionin tënd. Sakrifica është e domosdoshme, unë them në çdo gjë, jo vetëm në art. Sa sakrifikon ti, asgjë nuk të vjen në tabaka. Asgjë nuk të serviret, çdo gjë e ka një kosto. Edhe pasioni e ka një kosto, mos monetare, emocionale, e ka. Domethënë, unë nuk mund të them, ne po flasim tani pas këtyre viteve karrierë. Ulje ngritje, pafund.
me u ndjer keq. Se ne shohim se jashtëmi që shifet po për këdo. Ça duket se jashtëmi. Po dhe bashkë, edhe unë ty të shoh shumë mirë. Po dhe ti normalisht ke. Po normalisht ti do kesh patjetër gjithë kompleksitetin po patjetër duhet në të kundërtën nuk do ekzistojë them unë. Nuk ka se nuk je AI që ti je kaq perfekt. Edhe AI gabon, kështu që domethënë janë ca gjëra është më tepër, nuk mund të thuhet gjithmonë ka një arsye pse ajo gjë ka stopuar. Ajo që dëgjoj shumë shpesh, më më vjen dhe inat. Është që dëgjoj, se s'më lan mua. Se më luftuan mua. Ashtu ishte koha. Ajo ishte koha po. Ajo koha ka dënuar, por tani më vonë ti nuk mund të thuash kurrë këtë fjalin. Nuk e kam për atë periudhë, se ajo periudhë është që ka dënuar, të kuptohemi, sepse ne kemi pasur një luftë shumë të fortë deri në demokraci, ka qenë një luftë e jashtëzakonshme me mullin të erës. Domethënë kur ka ndodhur te 97-a për ne, gjëja e parë kur e marr dhe analizoj tani, ne jemi të predispozuar për të luftuar me veten tonë. Atëherë luftoni me veten tonë, po flas në periudhën e komunizmit, të kohës etj. 97 ishte po mullin të erës, ziheshin po me mullin të erës. Ne, domethënë e kemi ku diun deri diku vetë shkatrimin, se shqiptarët janë ata që drejtonin pjesa periudha e diktaturës etj. Domethënë kemi një gjë të çuditshme edhe ndonjëherë gjërat kur nuk shkojnë nemi si vetë shkatrus kështu në kjo lloj ADN-s ton. I përjashtojmë atë lloj periudhe, por tani nuk ta pranon kush që të thuash se domethënë faj të tjerëve unë them nuk ekziston, sidomos në kohët e sotme. Provo maksimumin dhe në fund nëse gjëja nuk ka funksionuar, diçka nuk ka qenë optimale e jotja për të funksionuar ashtu siç duhet. Ti nuk do ta shohësh. Shumë njerëz nuk i shohin problemet e tyre. Shumë njerëz nuk i shohin defektet e tyre. Do dhe guxim, do ajo është prandaj po të them, inteligjenca emocionale nuk flitet për të mbajtur ti balancën emocionale për dalë në sken. Inteligjenca emocionale rreth të parë është të pranosh veten ashtu siç je. Ti je aq i Zoti që ti të kuptosh në radhë të parë kush je dhe deri ku duhet të shkosh. Kjo është për mua inteligjencë, po kjo nuk vlen vetëm për opera. Kjo vlen për çfarë do lloj gjëje. Dhe ti jesh, si të thuash, i ndershëm me veten tënde dhe të thuash, "Ok, për kaq sa më jepet, unë do shkoj deri këtu." E drejtë. Çdo gjë tjetër është një bonus për ty, është dhuratë për ty. Domethënë nëse ndodh se pastaj me fatin nuk ka. Patjetër. Mirë, meqense jemi avash edhe drejt fundit Diola, apo jo? Okej, po e kam edhe një pyetje tjetër. Patjetër, jo, nuk e mbyll ajo, thjesht tash bëhemi gati avash. Bëhemi gati avash dhe përgatitemi që po shkojmë drejt përfundimit, por nëse do gjeje një përshkrim të shkurtër për këtë fazë të jetës tani, çfarë do thoje? Çfarë po jeton Vikena Kamenica në këto momente? Çfarë po jetoj? Okej, ajo që mua më ka gjithmonë më ka lodhur edhe që vogël. Natyra ime rreth parë jam binjak si shenjë horoskopi që më duhet ta them këtë. Pse? Monotonia në na vret. Do të jemi gjithkohon aktiv, jemi gjithkohon aktiv sepse janë dy veta që zihen me njëri tjetrin, më mërzite, pse s'më mërzite, më lodhe. Domethënë, ky dyzimi që e quajnë të shumtuar, por për mua shumë konstruktiv që shenja ime ka. Mua monotonia gjithmonë më ka shqetësuar. Edhe binjak, se nuk e ndonjë. Edhe kur u futa, fillova pjesën e jazzit. Shenjarti. Okej. Kur nisa jazzin isha se thoya ka gjithmonë gjëra të bukura. Do i mësoj vetes, do t'i njoh vetes diçka të re. Jazzi më shkonte shumë normale. E kisha normalisht dhe të indikuar, jo pllakat e gramofonit babait. Domethënë kishte dëgjoja në mënyrën e bukur teknikisht këngëtarët e jazzit këndojnë me një teknikë perfekte dhe që normalisht mban një emocion të asaj muzike të shkruar, që është muzika e shpirtit, që është muzika e lirisë. Që muzika po e lidh tani me kontekstin historik besoj të jazzit apo jo? Jo, jazzi është i lirë, jazzi është, domethënë ti një këngë jazzi nuk e dëgjon dy herë njësoj, gjë që nuk ndodh në një këngë të muzikës le. Nëse ti do dëgjosh Whitney Houston, kur çdo cover që i bën Whitney Houstonit, do jetë versioni i Whitney Houstonit, këngët që janë shkruar për po flas Eric Clapton, por nëse ti dëgjon një këngë jazz dhe dëgjon nga 20 këngëtare, ti do dëgjosh 20 versione të jashtëzakonshme, sepse jazzi ta jep lirin mbi harmonin të jetosh emocionin tënd, mbi të njëjtën harmoni,
ti e nis vërtet ashtu siç është shkruar Blue Moon. You know me standing alone. Pastaj ti ne pranojmë edhe të këndosh pak. Pastaj ti mund të japësh çdo lloj ngjyre, refleksi, çdo gjëje që ty të pëlqen, që ti e gëzon, që ti e shijon, ajo ta lën. Ti s'ke shans ta bësh këtë me Verdi dhe me Mozartin. Dhe duke qenë që unë isha në jetoja, studioja me kornizat të hekurta që janë sot që flasim, të çdo kadence të Mozartit apo të Donizetit apo të Bellinit apo të Verdit apo çdo gjëje, për mua jazzi ishte, nuk e di, ajo oqeani i madh, një liri që gjeja veten dhe që mund të notoja sa të doja, të zhytesha, të ngritesha. Kështu që e kam jetuar vërtet lirin e të eksploruarit të muzikës brenda vetes time. Prandaj e kam shijuar, undergroundin. Prandaj kam shijuar çdo gjë të bukur që unë edhe sot që flasim në shumë raste e shijoj po njësoj, pa diskutim që po. E bukur. Unë ca nota vjedhura zi dëgjova, po do kisha shumë dëshirë të na këndoje diçka. Ja, prit se me frymëzim është. Me frymëzim, po besoj patjetër që jazzi ka edhe një band, apo jo? Si funksionon? Patjetër, ka ato bërthamën e vet që është gjithmonë piano, bateri, bas, që është bërthama klasike që mbahet baza e bukur, harmonia e gjithçkaje. Normalisht unë kam koleg shumë të mirë që i kam pre vitesh, me gjysmën punoj në opera gjithashtu. Kënaqem sepse trompa parë dhe tromboni parë i orkestrës operas janë këta klasikët e mi që janë jazzisti jashtëzakonshëm dhe ata jetojnë po të njëjtën gjë, domethënë që lirohen për të gjithë si të thuash shprehin ato emocionet e tyre në instrument që nuk ja lejon autorët dhe është shumë fan. Për shembull kishim një rast para një jave dhe ata kishin për të luajtur Donizetin, Lezir Damur. Dhe më pas duhet vinin të performonin me mua. E thosh mezi po presim vikena se mbaruam ato notat e gjata u lodhëm. Domethënë ishte ajo gjëja që e kishin ndodhet edhe sot e kësaj dite. Për shembull është një lokal në Vjenë që miqtë e mi thonë janë normalisht artistë të filharmonisë së Vjenës që mbarojnë koncertet, heqin ato papionet, heqin xhaketat dhe shkojnë bëjnë një jamming në një jazz club që është fan, është amazing. Dhe jamming është domethënë që mblidhen muzikantë, kanë lidhje me njëri tjetrin, gjen një material caktuar dhe fillojnë performojnë me njëri tjetrin, japin gjithsekush si ato bisedat kur flet me është shumë e bukur në muzikë që janë disa njerëz bashkë, nuk njihen, hapet një temë, japin mendimet e tyre dhe të japësh mendime në muzikë, është shumë jazz. Është yll. Perfekt. Është jazz. Japësh mendime është jazz. Jazz. Se kisha përfituar. Perfekt. Unë po isha duke imagjinuar tani të gjithë me instrumentet e veta, duke performuar, duke folur me gjuhën e muzikës, po ka shumë bukur. Është shumë bukur. Është jashtëzakonisht bukur. Është gjithmonë shumë bukur. Në filluar në këto vitet e fundit po e promovojmë pak kulturën. Deri diku se s'është ashtu siç duhet. Më kujtohet një lëvizje me tren, se ç'është ajo diçka drejt Shkodrës. Okay, dakord. Domethënë janë shumë pak. Shikoj, janë pak edhe nganjëherë këtu dalim tek ajo gjëja që mbi zotëron ajo e pakëndshme, ndonjëherë që ti nuk arrin dot. Sepse është po ajo duhet filloj ajo muzika popullore, nuk e gjen, nuk e lejon atë lloj targeti që do këtë lloj profesionalizmi, por estetikisht bukur, po estetik muzikore, por që ti e bukur, ti ta shijosh, të japi një mendim ndryshe. Domethënë po mbytesh nganjëherë. Të ka ndodhur ndonjëherë vikenda diku ku janë ndodhur që mund të kesh shënë edhe duke kënduar për shefin ton, të ketë ardhur dikush dhe të ketë thënë ma kapi popullore. Jo, asnjëherë, sepse këto ambiente nuk jam. Kjo nuk ka ndodhur, ja. Nëse dëgjon çuditëra ndonjëherë. Jo, ka patjetër që ka çuditëra, po ke unë s'kan ardhur asnjëherë. Domethënë ti mund dëgjosh, që mund të jetë thënë Viola e ka thënë gonit. Ke unë jo, domethënë këtë mundohem shumë ta mbaj këtë lloj, edhe të paktën të ambienteve ku jam, të jem gjithmonë shumë e kujdesshme për të ruajtur atë çka unë jam ndërtuar deri më sot. Është shumë kollaj ta prishësh, por këtë sakrificë tashmë nuk e bëj më. Po unë mendoj kështu për ta mbyllur me jazzin që
edhe vetë Unë ndërkohë po marr një bono se ty të bëftë mirë. I kena një bono? Jo, të lutem. Për momentin jo, me kënaqësi. Okej, unë po zgjedh të preferuarën time. Yes. Edhe vetë konteksti ku jazzi ka lindur ka qenë konteksti i zezakëve afroamerikanëve të skllavëruar. Dëshira për të shprehur. Dëshira për liri. Dëshira për lirinë. Kështu që ndoshta secili muzikant duhet të gjejë se ku e kërkon lirinë e vet për të gjetur atë jazzin e vet. Jazzin e vet. Jo, kjo është e vërtetë, se nuk është e thënë të jetë patjetër e tillë, nuk është e thënë të jetë vërtet jazz. Është dhe rock, është dhe pop, është dhe varie. Po unë e them jazz sepse ti lëvron bukur, ty ta jep mundsinë jazzi që të trajtosh, ta shijosh dhe t'japësh komplet atë mundsinë tënde dhe pjesë të personalitetit tënd, po dhe të karakterit tënd, ta lejon këtë gjë. Bukur.